الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahun Zotin e gjithësisë e adhurojmë, vetëm prej Tij shpëtim, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet tona më të mirat, më të bukurat, më të plotat, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atij që Allahu subhanahu wa taala e dërgoi mëshirë për botrat dërgojmë. Po ashtu mbi të gjithë ata që rrugën e Tij kanë ndjekur, ndjekin dhe do të ndjekin, shumë selam e salavat e dërgojmë. Të nderuar vëllezër, njëri prej sahabëve, Abu Dharr al-Ghifari, pasi që ka ndruar jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kujtohen ato ditë, i kujtohen ato mësime madhështore që i kanë mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thotë kështu: laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama ta'irun yuqallibu janahayhi fil hawa illa dhakarana minhu ilma. Thot, shkoi i dërguari sallallahu alaihi wasallam botën tjetër, por na la neve me dije aq derisa na tregoi edhe për shpendin që i hap dhe i mbyll krahët e tij, letët e tij na tregoi dije. Për çdo sen na mësoi. Tu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga mëshira që e ka pas për ummetin, për ti, për mu dhe për të gjithë neve që nuk kemi qenë në atë kohë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka lënë sahabëve emanet që të mësojnë, pastaj atë që e ka mësuar deri në fund të ahiret dunjas, tjerëve me e kumtu atë që e ka mësuar. Të nderuar vëllezër, prej gjërave më të rëndësishme që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë dunja është se na ka treguar vendet e mira, se ku janë ata vendet e mira që duhet me shku besimtari. Po na ka tregu edhe kohët e mira, për ata të cilët nuk ka mundësi me shku në ato vendet e mira, për me kërku falje, për me kërku udhëzim, për me i kërku të mirat e Allahu subhanahu wa ta'ala, na ka tregu edhe ditët edhe netët më të mira. Neve të gjithë e dimi vëllezër se nata më e mirë e netëve të vitit është nata e Kadrit. Bon çka të bësh vëllau jem, planifiko si dush, mundoj me qenë atë natë në shtëpinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, në xhami. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se dita më e mirë është në ditët e 10 të këtij muaji të Dhul-Hijjes, që jemi ne aktualisht. Andaj bën çka të bësh vëllau jem i dashur, respektohe, nderohe, shfrytëzohe kohën që ka ardhur lajmi për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, për hir të Zotit, a nuk na ka ndodhur neve me pa ndonjëherë edhe muhabit prej turmës së madhe të njerëzve, kur pastaj na duket neve, na qartësohet, na vin lajmi se njerëzit janë tubu se dikush pas ka hap një lokal të ri, e dojnë me atjene me shku parët, me qenë me hangër diçka pa pare. Vëllezër, neve a kemi bodë njëherë që kështu gara për me fitu faljen e Allahut subhanahu wa ta'ala, me i shku shpi Allahut subhanahu wa ta'ala në Kabe, me kërku faljen me ata të cilët kërkojnë falje. Të nderuar vëllezër, dunjoja e ka një fund, ashtu sikur se e ka një fillim. Ndoshta shumica ne këtu çka jemi e kemi kaluar ndoshta edhe gjysën e jetës. A jemi as jemi. Andaj secili prej neve le të planifikon mos me kalu në ato në tjetër në ahiret, pa më shku në shtëpinë e Allahu subhanahu wa ta'ala. Vëllezër, a e keni pa në këtë dunja se sa respektohet protokolli për me shku me e vizitu një njeri që ka është me poste ndë një kryetar. Bohet aplikimi, bohet para përgatitja, bohet njëri e kontrolon veten se çka ka me fol. A nuk ja meriton që dikush prej neve me planifiku, me hartu, me të bu pasuri që mu përgatit me shku në Kabe. E sa mirë ka me qenë që dikush prej neve kur për herën e parë shkon në Kabe, nuk shkon i vetëm, pa i merë edhe prindrët e ti, e merë nonën e ti,
e merr babën e tij. Wallahi nuk ka dhurat më të mirë që dikush mund me e bë nonës së tij që e ka gjallë, sesa me çun haç. Me shërbyat non me dy sytë e vet. Ashtu sikurse vetëm ti i fshin sytë e ty, ti me shërbi nonën tonë me çun haç. Të ndurora vëllezër, profetët e Allahut subhanahu wa taala kanë qenë ata të cilët kanë qenë më të kujdesshëm, më kurreshtar për këto ditët të cilët neve që jemi. Tregohet që Musa alayhis salam është përgatit në këto ditë vëllezër 1 muaj para. 30 ditë ka agjëru Musa alayhis salam. Kështu ka ardhur në për libra. Wa wa'adna Musa 30 lejla. Allahu azza wa jalla thot, ja dham premtimin Musa alayhis salam për takim. U përgatit thot 30 net Musa alayhis salam. Fa atmamnaha bi 10. Thot pastaj ja plotësuam edhe 10 tjera. Çka ka ndodhur vëllezër? Musa alayhis salam i ka agjëru 30 ditë pa ndal. Edhe i ka ardhur era prej gojës, sikurse i vjen një erë do agjëruesi. Edhe ka dash me pastru gojën e tij nga kjo erë që nuk vjen nga papastërtia e gojës, po vjen se lukthi është i unët. Edhe ka prish agjërimin, i kanë thonë me laçet, tash nuk e bën e mirë, e prishe. Ajo era që i vjen agjëruesit nga goja është era më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala, nga se vjen prej çkahit vëllezër, nga lodhja për Allah. Atëherë i plotson Musa alayhis salam edhe këto 10 ditë të Dhul-Hijjes, edhe ndodhen në ditën e Bajramit, Allahu subhanahu wa taala ja shpallën Teuratin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka folur neve për këto 10 ditë, ne që jemi vëllezër, që në fakt sot është mo dita e 5, kanë mes edhe 5 ditë tjera. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayami dunya ayamul 10. Ditët më të mira të dunjas janë këta 10 ditët. I kanë thonë, ja Rasulallah, wala mithlahunna fi sabilillah, a nuk ka ndonjë ditë tjetër që njeriu del për rrugë të Allahut, me qenë sikur se këta 10 ditë në vlerë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala mithlahun. Nuk ka asnjë ditë, ka ku shkosh. Bën çka të bësh. Sikur se punën që e bën në këta 10 ditë nuk do gjesh dhe një ditë tjetër të vitit. Përveç se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun affara wajhahu bit-turab. Një njeri thot del edhe plunoset se bi shahid në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Aja ka fiju, e ka bë kurban veten e tij, ka dalë në rrugt të Allahut azza wa jall me mbrojt vatanin, me mbrojt islamin. Të nderuar vëllezër, ajo që këta ditë vëllezër i ka bë të veçanta është se mu në këtë ditë është ai gëzimi i madh kur njerëzit i përcjellin haxhilert. A e dini vëllezër, ka shumë gëzime njeriu në jetë, por kur nuk det më i gëzum se sa kur ti vesh teshat e bardha ihrame. E vesh shumë tesha në jetën tënde. Mirë, po atë ditë kur ta shohësh veten tënde se me ihrame, është kulmi i gëzimit vëllezër. Është dita e tervijes që haxhilerët përgatiten me e kry obligimin që është obligimi i 5 islam, kulmi. Kujdes vllai dashur, mos të vinë selami prej Allahut subhanahu wa taala me shku në ahiret, i ke rregullu krejt çështet e dunjas, ke bo shtëpi, ke bo shumë shtëpia, ke blejt. Mirë, po del ditën e kiametit, a islami jot është naksan. Se ke bo haxhin, se ke pas mundësi me shku në haxh. Dikush prej vëllezër, wallahi për çdo vjet ka parë me shku në haxh. A vetëm e vnon. Le ta din se cili vëlla që e vënon haxhin edhe nuk shkon haxh, del ditën e kiametit, dinja ati është noksan. Sa është keq vëllezër që me jetu mirë, shëndosh edhe me pas një sprov edhe nuk e ke një pjesë trupit, noksan. Më shirojnë krejt, për s'kan çka me të bo. Çka kemi i boti vetes tonë ditën e kiametit, që Allahu t'ka dhënë jetë, ka dhënë pasurit, ka dhënë liri, ka dhënë mundësi, nuk i kish shprehur s'ke shkun haxh. Ajo që e bon po ashtu që ditët jenë të mira, të bukura, të veçuara, të ketë një vend të veçantë për besimtarët, është vëllezër, është dita e Arafatit. A e dini vëllezër çka është dita e Arafatit? A e dini vëllezër çka do të thotë dita e Arafatit? Dita që nuk ka ditë sikur se ajo. Natën e Kadrit vëllezër, ne e tregojmë hoxhallarët se zbresin me laçet prej 7 qijeve në tokë. Me leku më i madh, që është Xhibrili alayhis salam,
zbritën në tokë, me pas e njerëzve që ka bëjnë me Kur'anin. Kurse në ditën e Arafatit, Allahu subhanu wa ta'ala zbret në qilin e dunjas, edhe ju mburët me laqeve, thot, a i shihni, thot këta, a i shihni këta, haxhilerët, ka janë të kërku këta. Atëherë, Allahu subhanu wa ta'ala, kur thëjnë me laqet, dojnë mëshirën tënde, faljen tënde, të të bohun në dëshmitar, se gjithë i kanë falë. Andaj, haxhia vlezër, është njëri delegacion, i cili përfaqëson shokët e ti, gjematin e ti, hoxha që ka shku atje, një hoxhës një selam, kujdesi i përfaqëson kolegët e tu, i përfaqëson muslimanët, haxhia që ka shku në haqë, edhe ati qëjmë një selam, kujdes se si në përfaqëson neve atje, bohu haxhiu ma i mirë, se ditët e haxhit janë ditë numrum, 4-5 ditë janë, bin dita e hek ihramin, mirë pa i lumt ati haxhiu që ka shku, edhe neve Allahu na mundsof që kur ti përcjellim haxhit vëllezër, me përcjell ashtu si kur se duhet, se endete ne nuk është ajo tradita e mirë. Unë isha në vend lindje, wallahi vëllezër, me thonë, dhe ne bëhen shumë dasma, gëzime, por nuk ka gëzim si kur se përcjellën haxhilerët. Dalin gjemati, dalin rinia, shkojnë i përcjellin, s'ka gëzim më të madh. Neve e përcjellëm një vlla, nuk di tjetër dëkun që ka shku prej xhamis tonë. Mirë po, nëse nuk e kina bo mirë kur e kina përcjell, ose ka shku vetë, ta bëjmë si është ma e mira kur kthehet. A e dini kush është ai vëllezër? Ajo është Amari, vllau që e ka pranu islamin, konvertum. Ndoshta është i vetmi prej xhamis tonë që i ka pas mundësi me shku. Ndoshta ka pas dikush tjetër qef me shku, po e ka pas atë mundësin. Prandaj vëllezër, jemi prej atyre që të ta presim si duhet haxhin, se ka hadithe, ka porosi që me i pritë mirë haxhilerët kur kthehen prej atyre vendeve. Andaj, ta mire ka thonë që ka thonë që edhe në këtë vit, unë së në shkova, por të tjerët i përcolla. O haxhim qoni selam, se wallahi për qabe në zemra në qanë. Me të vërtet vëllezër, ai që e din se çka kanë ato vende, ndrishë është. Wallahi vëllezër, atje është falja, atje është mëshira, atje është lumturia, atje është shansa e vetme, mëkatet me fshi. A ki gabime, shkon qabe. A ki brenga, shkon qabe. Allahu mos na përvjoft për atyre vendeve. Haxhileve tonë, Allahu haxhin me pranoft. Por çdo vjet atje me shku, Allahu na mundsoft. Të nderuar vëllezër, planifikoni sa jeni në shëndosh e mirë. Mos më ju kalu kjo jetë. Mos më harxhit pasurin, pa më shku në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Emanet na kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa marit me tri me shku në haxh vëllezër. Haxhi është për çdo njeri është valit, mirë po haxhi ka obligime, pleqnis, shkohet sikur se shkohet rini. Për çdo vjet shkojmë pushime, vëllezër, lenja një pushim mangu, koni në haxh. Allahu na bëht prej haxhilerëve. Po ashtu vëllezër, ajo që i dallon këtë ditë, është dita e Bajramit. Dita më e mirë e vitit është dita e Bajramit. Gëzohuni në ditën e Bajramit dhe bohuni shkak që me i gëzu familjarët. Haroni idhnimet për hir të Zotit. Falni që t'ju falë Allahu azza wa jall. Falni që t'ju falë Allahu subhanahu wa taala. Planifikoni, bëni zarfa vëllezër që ditën e Bajramit me bëni punë të mirë të hajrit. Veprat vëllezër në këto 10 ditë, veprat në këto 10 ditë, 1 me 1.000 konsiderohen, shpërblehen. 1 me 1.000, kurse ditën e Bajramit edhe ditën e Arafatit thuhet 1 me 10.000. Andaj, çka ke përgatit për me bërë ato ditë? Tam ka gëzu lajmi vëllezër që në ditën e Arafatit, në ditën e Bajramit, një prej biznismenave më të mëdhej para 20 viteve i tu bën familjarët e tij, për një tokë që ja kanë dhënë bankat, ja kanë paguajt, ai thot, ne thot këtë tokë do t'ja shesim, si është më e shtrenjta, kena me shit Allahu subhanahu wa taala. Edhe tokën me gjithë familjen e lojnë vakuf për xhami. Kur e kanë lënë vëllezër? E kanë lënë në ditët ose në ditët më të mira. Të nderuar vëllezër, pra ashtu sikur se ceka që jemi në ditët më të mira, dhe është Zoti që të jem më të mirit me më të mirët. Qultu ma qad sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه. Të nderuar vëllezër, I kemi 3 lajme, besoj se njëra e cila është më e mirë se sa tjetra. Lajmi I parë vëllezër është se ne jemi në ditët më të mira, në të cilët ditë prej neve kërkohet që me bëni një adhurim që nuk bëhet në Ramazan, por bëhet tash në këto ditë. Ajo është prerja e kurbanit. Është suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çdo vjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pre kurban. Kurse në atë vit kur ka shku në haç, edhe atë vit ka pre, mirë po jo një kurban vëllezër. 100 kurbana I ka pre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 100. A mund ta paramendoni vëllezër 100 deve? 63 deve prej atyre I ka pre me duart e tij të bekuar dhe I ka dhënë sadaka për muslimanët. Andaj ju kisha lut për hir të Allahut subhanahu wa taala, menja këtë punë ashtu sikur se duhet. Praktikoni këtë sunet dhe do ta gjeni tek Allahu subhanahu wa taala si është më e mira. Preni kurban me duart e juaj ose dërgoni atje ku më smirti fritzohet mishi I kurbanit. Lajmërimi I dytë vëllezër, inshallah taala, ditën e martë, në datë 26 do të jetë dita e Arafatit. Preferohet atë ditë agjërimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjërimi I ditës së Arafatit I shlyn mëkatet e vitit kaluam edhe këtij vit që jemi ne. 2 vite që ti ke haru sa herë ka hik namazi, ti ke haru sa herë ke fol diçka që s'duhet më fol, ti ke haru sa herë ke mungu atje ku duhet më qenë. Ta gjitha janë vëllezër janë regjistruar. Andaj po që se do me I fshi, planifiko, bon çka të bësh ditën e martë me qenë I agjërueshëm. Po hala ma mirë do të ishte me qenë prezent në mesin tonë këtu, do të bëjmë një iftar të bashku, e kjo është ai lajmi I mirë dhe I bukur. Është vendos ka kryeseja xhamis me kryetarin në kry, që ditën e Arifes do të ketë në iftar për agjëruesit. Për më ja lehtësu vëllezërve tonë do të ishte mirë që me I lajmëru vëllezërit të cilët janë organizatorë për këtë iftar. Lajmi I tretë vëllezër është se ditën e markur, më datë 27 do të jetë dita e Kurban Bayramit, gëzimit madh historik. Kështu e kam shkruajtur vëllezër. Ndoshta nuk ka kaluar ndonjë ditë të Bayramit më të mirë, edhe ndoshta nuk do të vinë më të mirë, por një gëzim më të mirë për muslimanit sesa ky Bayram që vjen, se atë ditë vëllezër do të bëhet palosja e plan programit për blerjen e tokës së xhamisë. Andaj ju kish ka kërku prej secilit prej juve që me ardh me prezentu deri në fund, që me ndëgju se vëllezërit të cilët natë e ditë mbajnë dert, mbajnë, planifikojnë, hartojnë se si më e bo ma e mira, atë ditë do të bëhet një palosje e vogël të planifikimit se si do të bëhet puna e blerjes së xhamisë. Andaj ditën e shtunë ajo që preferohet prej vëllezërve, pra ditën e nesërme preferohet në veçanti prej antarëve dhe kush don prej juve, në veçanti prej atyre vëllezërve të cilët kanë kontribu me ardhë në ligjërat, atë më thënë kur është data ose më thënë orari I ligjëratës, që me ndëgju para se me ndëgju për ditën e Bayramit se si do të bëhet puna e xhamisë. Kanë meritu se me vite dikush prej atyre ka investu, me vite kanë dajt para që me ndihmu xhamin. Andaj jeni të gjithë të mirë të ardhur, a në veçanti vëllezërit të cilët janë antar të xhamisë. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na jep të mira në këtë dunja, të mira në ahiret, dhe të na mbron nga çdo shtërë në këtë dunja dhe në ahiret. Lutim Allahun subhanahu wa taala që rinin ton Allahu t'i udhëzon, të smurit ton Allahu të shëron, të burgosirët ton kudo që t'jen ata Allahu t'i liron, t'i çliron, dhe të vdekurit ton në varre Allahu të mëshiron, varin e tyre dritë, bafqe për bafqeve xhenetit t'i ban. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Të nderuar besimtar, me të vërtet Allahu urdhron drejtësinë, mirësinë, mirësinë ndaj të afërmve dhe ndalon nga çdo punë të keqe, të neveritur dhe ndalon nga çdo lloj padrejtësie. Kështu Allahu ju përkujton kjo mësim të mirëni. Wa aqimus salat.